Sot policia kërkoi pafund të gjente Altin Docin, super dyshuarin si vrasës me pagesë, të përfshirë në dosjen plumbiar dhe i dyshuar si i lidhur me grupet më të organizuara kriminale në vend. Ndërkohë tjetra zyrtar, drejtues të burgut Durrësit, por dhe policë u shkarkuan dhe më pas disa prej tyre u vundën në pranga pas ngjarjes një ditë më parë. Kjo sepse jo vetëm se nga eprorët e tyre në Tiranë u akuzuan se kishin dërguar Altin Docin drejtërisë o për neglizhencë ose në bashkëpunim me të, por edhe sepse në pamje u pa qartë se ai kishte shkuar në spitalin e Durrësit jo me prangë në duar, por me duar në xhep, ai sigurt në planin e tij për të rifituar lirinë e humbur prej gati 6 vjetësh. Të afërm të tij thanë sot se Altin Doci po hetohet pa drejtë dhe se spak dhe bashkëpunëtori i saj i penduar Nurettin Dumani e kanë futur atë në kurth dhe se duan ta bëjnë fajtor për ngjarje si masakra e Bratasheshit pa të drejtë. Por në kohë pas pak dhe GKO e shkarkuan Docin nga akuza për 4 vrasje të tjera. Atëherë, përse do ta akuzonin sërish? Altin Doci me arratinë e tij u shmang drejtësisë, por tani po kërkon nga arratia që ta dëgjojmë versionin e tij të historisë dhe të vërtetës. Ne nuk kemi gjykatës, por sonte do ta dëgjojmë këtë version duke bërë punën tonë si gazetar, duke e përballur atë me pyetje dhe fakte. Sikli.